Përshëndetje të nderuar, po takohemi përsëri në videon e radhës. Dëshiroj të flas diçka në lidhje me fenomenet e paraqitura në kohë të fundit këtu në Zvicër, por edhe në vendlindjet tona. Fjalën e kam këtu për një kategori të rinjve, ta them kështu parafërsisht 25 plus, dhe kjo vazhdon deri ka mosha mbi 20 vjeçare. Pra sot është ditë e martë, 17 qershor, në mëngjes duke e dërguar vajzën time të vogël në shkollë, duke kaluar në kalimin këmbësor Fußgängerzone, vjen një budalla unën e mesa, tani ta kaloj edhe pjesën tjetër, ndalet një kamion sa mu merr turp aq i madh që ishte, unë dal dhe na respektoj neve që të kalonim, kurse ai budalla i ri me një Audi me 17 auspuha, se s'du të them me 4, me 6, se ma kjo është standard, ju që ta kuptoni se kjo është diçka e tepruar jashtë çdo norme, me ato 20 auspuhat e tij nuk u ndal as pak. Po të kisha ecur unë edhe pak, edhe një 1 metro, ai na roku, na kapi mu dhe vajzë. Do të na mbytte në vend. Ja çova dorën kështu të më shoh në retrovizor se duhet t'ja marr zemrën t'ja qes jashtë, t'ja ha mushknin. Wallahi. Ma tregoj original, ha? Dhe tipi ishte shqiptar, i rritur në Zvicër, i lindur në Zvicër, pasardhës i një kombi fisnik. Më dëgjoni mirë. Pasardhës i një kombi fisnik. Cilit komb? Kombit shqiptar. Më i vjetri në botë, më i vjetri në Ballkan, më i vjetri në Evropë. Në vend që ki tjetë shembull për të mirë, ki do të bëhet një shembull për të keq në këtë shtet helvetik, dhe nesër do t'jetë shkaku që këta të na shajnë neve. Kush? Zvicranët. Për çfarë arsye? Pse? O ti i ri, më ndëgjo bacës, më ndëgjo puçës, më ndëgjo lalës. A duhet në një termin tjetër shqiptar? Unë i boj 37 vite në Zvicër. Kur kam ardhur kam qenë më i ri se ti. Kerr, vetur, makinë, limuzinë, rap, kam ble kur jam siguru, kur e kam marrë bevizën. Dhe shumë atdhetar dhe shumë bashkë atdhetar si unë. Baballarët e juaj, kur kanë ardhur këtu, gjenerata ime dhe ata pak më të vjetër se unë, që sot i kanë mbi 70, dikush 80, i ka kaluar, që unë i kam taku kur kam ardhur, nuk kanë pas as bicikl. Biciklet? Si duhet të ta them? Velo? Fahrat? Nuk kanë pas. Kanë fjet në për baraka, që t'i siguroje dokumentet, që shefi t'ja çoj garancionin prap për vitin e ardhshëm, dhe që familja të ketë rahati ekonomike, siguri, e kalon atje në vendlinje. Dhe i ka pru dikur këtu, dikush ma herët, dikush ma vonë, dhe ti ke lind dhe i rrit këtu, je shkolluar këtu, dhe nuk ke marrë digram kultur. Çka të duhet më trego? Çka të duhet ta blesh ti? Si gjali im, ha? Edhe gjalin unë e kam si ti, në moshën tënde. Jam i lumtur që nuk është në deregje, dhe jam i lumtur që 90% të shqiptarë nuk janë në deregje. Mirë po ju jeni një grup shumë i madh, që i keni pallu, ha? Kerët, me auspua dhe me rotacionet e motorit që ku ta shtipish gazin, që a fute frigën nënës me kolicën me fëmijë.
Fëmija në kolis ti filloje ti piskama ti shkoje, nga frika. Unë kur jam në balkon, motori juaj, ullurime juaj, fëmijët mi trazon. Kur jam në gjumë, gjumin më trazon. Ti kalon në ora 3 natës edhe i jep gas. Mu nuk më intereson Portugali. Mu nuk më intereson Spanjoli. Mu nuk më intereson askushi ti. Se ti je pjestar i ati populli si unë. Na jemi një brumë. Dhe ti më poshtorson edhe mu. Po le që më poshtorson. Por ti kur e bën këtë lëvizje, ti kur e bën këtë veprim, ti me në qafë njerës ore. Unë, si kur mos ti hapi, jo 4 sy, jo 6, 18 ti boj, ti shkelen në fuzgëngërcone. Ti shkelen edhe në trotuar. E me në qafë një fëmi që nëna e përcjell edhe baba për në shkollë, dhe qka? Policia e thirën dhe i thot fëmija të vra mjedis të zonës kalimtare për komsorët. Subhanallah il adhim, o Zot, na ruaj nga këto dukuri, që ju ka kapluar juve rinin, që shkoni botoksa, friheni në bus, friheni në faqe, në ball, vini vetulla artificiale, i paguni sa zban, të bëheni të hishëm si kurse që nuk ju ka falë Zoti. Dhe qka vraponi të shkoni në xhamin të falni gjumani, në bush një xhamin. Ai hoxha atje, delen e thot, alhamdulillah, alhamdulillah, xhamia plot me xhamat. Me marë sitën, shoshën, ti shoshitish, xhamia del pa xhamat. Ndëgjove? Edhe këtë po ta thom nga përvoja, numri nuk është as pak i rëndësishëm. Kush është i rëndësishëm? Kualiteti. Me këto veprime, me këto punë, ne nuk kemi kualitet. Çdoj ditë i ri për juve, i ka mbusht 20-at edhe shkon i trenirën muskujt. E trenirën gjoksin, ha proteine ma shumë se sa grosh, pasul. Ma shumë se buk, që duket Herkules. Ku e keni gjithë këtë, në cilin libër të mirë, me karakter, me moral e keni lexuar këtë. Edhe unë kam qenë i ri, s'jam bon me njëherë 60 e kusur. I ri kam qenë, si ti. Kam hik për kësaj. Baba më ka thonë, nana më ka thonë, mos me punë të liga. Se me punë të liga, vetëm i ligi merret. Bën gara me ata që janë të menshëm. Bën gara më kanë thonë si prind me ata që dinë, që të bësh edhe ti ditun. Bën gara më kanë thonë me ata që kanë moral, që të bësh edhe ti moralshëm. Bën gara më kanë thonë me njerëzit e drejtë, sinqert, që nuk ja hanë hakun askujt, që nuk i bëjnë hile askujt. Dhe nëse i bën këta, ti do jesh njeri shembullor për gjithë. Kështu na kanë kultivuar, na kanë edukuar, na kanë arsimuar, na kanë rritur neve prindët tanë. Zoti i mëshiroft për gjithmonë. Me çka të rritën nëna dhe baba ti? Ta natës nuk vjen në banes, nuk jenë në shtëpi, ai flejen, gërhetën, nuk i intereson hiç. Subhanallah il adhim. Vajza për jashtë, gjali për jashtë, në vaktin kur bëhen gabimet më të mëdha, ati si intereson loçkës hiç, as asaj hiç. Bile, kam has prind që lavdrohen. Del, qika jeme, del, gjali jem, hin i din këto punë, cilë punë. Punët e shejtani gjënë ata. Punët e gjallit. Mos një bre? Unë e di se ju i keni gjithë krejt hazër. Krejt. Me shpi në Kosovë, Maqedoni, ku ta di qka, Preshef, edhe me shpi këtu. I keni gjithë këta. Amon, ndëgjoni.
Wallahi, billahi. Po betohem në emrin ati që e ka në dorën vetë shpirtin tem dhe tëndin. Nuk do të kalosh 1 centimetër nga kjo botë. Pa i pagu kretë. Mba mend çka të kam thonë. Po bënu i mirë që të paguhen ata të mirat e tua me shumë fish. Mos u bëj shkaktar për gjërat kota, për gjërat shfrenume, për gjërat pamoralshme. Mos. Nëse i ki do pare që ti kalon të rëshikimi, baba dhe nëna, duke punu ka 3 punë, duke i fshi kretë bankat e Zvicrës, këtë ndëvojtore e shkollave të Zvicrës, për të marrë 2-3 roga, 4 roga që ti të marrësh blesh BMW, Mercedes, Audi dhe që pallush auspuhat dhe ti e të shmejen të ashtë i bot qatal. Sa keq. Total keq. Po të vjen mirë, po normalisht se të vjen mirë. Sepse mu në këto punë ti e ke gjallin, shejtanin me veti që ta zbukuron, që ta bën me apetit, që ta hash sa më mirë. A i keni vërejnë në xhamia kush prezenton, kush e merë fjallën, kush mba konferencë. Krejt ata që janë zero meritor për punën e fejës islamit. Po kjo u vjen mirë xhamive, u vjen mirë hoxhallarëve dhe hoxhanicave dhe hoxhavicave. Dhe afër vetes i kanë afru krejt njerëzit e dyshim, qoftë femna, qoftë meshkuj. Mbanja mend këtë. Nuk i kam nga letrat, nuk i kam nga gazetat. Unë i kam përjetuar dhe i përjetoj vetë direkt. Po ta tërhek vëreqen që të largohësh prej atje, edhe nga ju e keqe, edhe nga kjo e keqe, edhe nga gjdo e keqe, dhe me një copë të vogël buke, por haje nga mëngjesit deri në mbrëmje me halal, doja shohësh hajrin ma shumë, se ati haramit që e ke me miliona, por dije, wallahi, mberi librat e njerëzve të ditur në këtë dunjë dhe lexoj, dhe shohë se ajo është ndalume. Mbaj mend këtë. Edhe një gjë tjetër mbaj mend. Se me gjerës, me krah të shëndosh, me punë të hajrit dhe të shëndetshme, në këtë dunjë askush nuk është bën pasanik. Më ndëgjo. Me djerës të ballit, me punë hakikat, asnjë nuk është bën pasanik. E di kush janë pasanikët dhe si janë bën pasanik. Shikoje pa. Ti din edhe lexim edhe shkrim. Përshëndes. Bëhu i mirë, se e mira ka çmim. Mos u bën laper pishpirik. Mos u bën idiot. Mos u bën i pandërgjetshëm, i pamoralshëm. Ajo nuk ka kur një çmim. Hiç.